Kjo është pika e 4, të cilën do ta diskutojmë sot në këtë ditë xumaje të bekuar. Pika e 4, të cilën Allahu xhaleshanuhu përmes kaptinës Kasas, edhe përmes shumë kaptinave tjera në të cilën e ka përfshi historinë e Musës a.s. na bën me ditë disa urtësi duke theksuar se të gjitha histori, dashur vëllezër, kjo është për të mbajtur mend, të gjitha historitë e pejgamberëve të cilat përsëriten në Kur'anin famëlar, edhe disa të cilat her pas here gati se neve na duket se përsëriten të njëjtat, në fakt çdo vend ku përmendet apo përsëritet historia e Musës, e Isës, e Jusufit a.s., që është edhe ajo shumë interesante, me thonë, disa herë përsëritet në disa vende. Kjo tregon se ngjarja është e njëjta, mesazhi është ndryshe tani. Me thonë, nëse në kaptinën ta themi Ali Imran përsëritet pak, Musa a.s., dhe në kaptinën Kasas përsëritet përsëri, në të dyja vendet ka mësime të ndryshme. Prandaj unë kam ndarë edhe këto krejt mësime që do t'i marrim edhe që mundohemi t'i marrim nga historiki i Musës a.s., mundohemi të i marrim në vende të ndryshme, e njëjta histori, por me mesazhe shumë të ndryshme. Shumë interesant është. Allahu xhaleshanu paraprakisht, dashur vëllezër, të bëj një ndërlidhje me ajetet që i komentova xhuman e kaluar. Xhamati i rregullt me siguri më njëherë do t'i kujtohet se për çfarë bëhet fjalë. Ne folëm për vlerën e Kuranit, ne folëm për pafundësinë e urtësive kuranore, edhe kjo pafundësi e urtësive kuranore ka direkt të bëjë edhe me dersin e sotshëm, se na thot Allahu xhaleshanu, sa herë që ju lexoni Kur'an, i dashur vëlla, nxirrni urtësi dhe mësime. Andaj, mos kërkoni ilaç tjetër përderisa ilaçin e keni në Kur'an. Allahu dhul xhelal e ka shkruar, e ka përshkruar Kur'anin famëlar, këtë kemi përsëritur ndonjëherë, por e përsëri thot shifa huden wa shifaun wa rahme. Më thonë, Kurani është huden, është udhëzim, që është shumë e rëndësishme, udhëzim, se ne sot bota vuan për munges udhëzimi, është mëshirë, rahmet, normal që mbas udhëzimit Allahu të mëshiron, edhe është shërim. Nëse ti udhëzohesh, nëse ti mëshirohesh, normal që edhe do të shërohesh inshallah taala. Do thonë, 3 elemente që nuk i ka asnjë libër në dynjë. Edhe të udhëzohesh, edhe të mëshirohesh, edhe të shërohesh nga ajo ngarkesa e madhe shpirtërore që ne vazhdimisht dhe çdo ditë gati se ndjejmë atë barën shpirtërore në trupin tonë. Ka raste keni vrejt edhe vetë ju dashur vëllezër, ti ndjen një këpucë, ti ndjen një ngushtësi në gjoks, ti ndjen një ngarkesë në shpatulla, ti ndjen një turbulencë në tron, nuk i ke të çiltërta dhe të pastërta mendimet, dije se kjo është smundje shpirtërore, oj dashur vëlla. Mungon ushqimi i shpirtit. Mungon. Përmendo, unë si e krahasoj shpirtin, kur e krahasoj me trupin. Ne për trupin çfarë zbojmë? A be një thoj do të hyje ke gishtit, ke lëkurat, e mishi, me njëherë do organizojsh operaci. Një thoj, përmendo. Mos flasim për smundjet e kockave, mos flasim për smundjen e diabetit, sheqerit, mos flasim për tensionin dhe hipertensionin, mos flasim për veshkat të cilat neve na pastrojnë me 1000 litra gjak në ditë, mos flasim për zemrën e cila gjithashtu na pompon gjakun ton në gjithë trupin me 1000 litra në ditë kështu me radhë. Këto nëse neve na smuhen, neve bëjmë çmos, jemi ndjenje ta shesëm krejt pasurinë, e shtëpisë, e mallit, e fabrikës, e dyqanit, e veturave, krejt ta fitojmë edhe ta rikthejmë shëndetin që ne kemi frikë ta humbasim, ashtu. Kjo krejt lufta, mos flasim edhe për pagesat
astronomike që i bëjnë gjinia femërore për kozmetikën, ta rregullojë fytyrën, duket bukur, duket ashtu, duket ashtu. Interesant, i gjithë ky investim bëhet për trupin, a zero investim për shpirtin. Zero investim. Edhe kur ta analizosh, shkoni sa jo të logjikshëm jemi, ne ashtu jemi, njerëz jemi, por nuk është mirë kjo kështu si jemi. Ku është logjika këtu? Ky trup për të cilin ne lam krejt pasurinë e hapim, që të shëndoshemi, krejt. Prej te unë, deri te ju, deri te më i fundin në dynja, ashtu. Normal do qesh i shëndosh. Pse? Krejt frika është mos vdesësh. E tash gjithë kjo investim që bëhet për trupin. Zero investim për shpirtin i cili, si që thuan krejt dietarët, por edhe Kurani, shpirti është ai që nuk vdes. Shpirti vetëm se del prej trupit. Shpirti nuk vdes. Ky trup që ne japim miliona ta kemi mirë e shëndosh, hyn në dhe edhe bëhet material dhe ushqim për krimbat. Don ose s'don. Don ose s'don. Hyni lexoni, edhe keni edhe me fe edhe me shkencë. Mbas 10 viteve gjenaze që varoset, mbas 10 viteve fillojnë të pluhurosen kockat. Allah. Mbas 10 viteve kockat tona pluhur, flas për pluhur. Se dekompozimi ajo fillon mbas një muaj veç fillon mishi të datë nga kockat e kështu me radhë. Tash nuk duhet u aprishi xhuman. Aman, kjo është. Unë të kredo im atje. Kjo është. Shifni, sikur ky trup të kishte rëndësi, aq sa i japëm ne rëndësi, meleku i vdekjes do vinte nga shtëpia dhe mirë të trupin tonë dhe çonte nal shpirtin do e linte të luajë fëmijët. Ama e kundërta është. Meleku i vdekjes vjen e merr shpirtin, se shpirti i duhet. E që ki shpirt neve na mban të gjallë, pa këtë shpirt neve na quajnë gjenaze. Shifni. E ky shpirt don Kur'an. Ky shpirt don ibadet. Ky shpirt don iman. Ky shpirt don ushqim që ti vazhdimisht paramendoni. Vallai, ne bile ndonjëherë ham edhe pa rregull edhe apo hiç pa kontroll. Do hash saballat, do hash drejt. Mbasi që ndije pak do hash diçka. Na ksham prap. Edhe ka 10-11 natës, o gjema, shkojmë dikun të ham pizza e kështu me radhë, ashtu. Krejt kjo luk bëhet për ta ngish trupin. Krejt për trupin bëhet, paramendoni. Ajo që e kënaq shpirtin është ibadeti. Ibadeti është tesbihu, është leximi i Kuranit, është marrja mësim nga urtësitë e pafundme të Kuranit famullar që janë brenda Kuranit. Aty merri, kënaqë shpirtin, edhe krejt që ngarkesë që ne ndjejmë ndonjëherë, ajo ngushtësia në gjoks, ajo ngarkesa në shpatulla, ajo këpuqja që neve her pas herë na vin te këmbët, te trupi, krejt kjo është se shpirti është i unët. Ti shpirti është i unët. Merreni mac, mbyllen në dhomë 3-4 ditë, mos i jep as ujë, as bukë të cofje. Imagjinoni ai që nuk falet, nuk agjeron, ose nuk bën ibadet, ose nuk lexon Kur'an, ose nuk bën vepra të mira që kënaqin shpirtin. Imagjino, prej kur i ka vdek atij shpirtin brenda trupit vet. Allahu na ruaj. Edhe thuas, ashtu siç u përshkruaj siç thuan dietarët. Kur një njeri pa namaz, pa adhurime, pa ibadete, pa tesbih, pa Kur'an, pa vepra të mira, kur një njeri vdes, a ditë që vdes, shpirti i tij bën shiqir. O Zot, elhamdulillah, që më lirove nga ky trup i keq. Allahu na ruaj. Ku ka ma keq, shpirti jo që të ka mbajt gjallë 60, 70, 80 vjet, a ditë që vdes ti, a i të lirohet prej teje lirohet. Ti thosë, o Zot, shiqit që më lirohet prej teje. Se edhe shpirti nuk rin prej qejfit në trup. A e ka të saktu me sa të rejese. Me kam për shpirtit vendosë se kur dale vetë, prej disa trupave do kishtë dalë me njëherë, mbas 15 vjetëve, mbas 20 vjetëve. A mame, qëfar, që të ruju këtë gjallë? Allahu në rujtë. A qëfar thëtë Allahu dhu gjelal, dashur vëllezër, për këtë ushqimin e shpirtit,
edhe nga ta marim në këtë ushqim. Keni parasysh ne kur duam të marim diçka, veç shpagete do marrësh, ose një mall, do pisi shokin e ku ka divella, ku ka më të mira, ose për ndonjë mjet të veturës, ku është origjinali, mos e marr kineze, mos e marr kështu. Edhe Kurani famëlart neve na mëson ta mirëni mësimin dhe ushqimin më të mirë për shpirtin tuaj e keni në Kur'an. Pse? Se ky ushqim është shumë i çmueshëm. Çfarë thot Allahu xhanu? Thot kështu: Estaizu billah bismillahirrahmanirrahim. E keni në kapitullin Hasha që filluam javën tjetër. Law anzalna hadha al-Qur'ana ala jabalin. Shkoni. Nëse këtë Kur'an do ta zbritshim mbi kodër. Si tham, lëra'aytahu khashian mutasaddian min khashyatillah. Do ta shifshe atë kodër të friksuar edhe do qahej. Kodra do qahej, përmendo. Pse? Min khashyatillah, nga frika e Allahut edhe nga frika e peshës së rënd edhe vlerës së madhe që ka ky Kurani famëlar që ne fatkeqësisht shumë pak e lexojmë dashur vëllezër. Shumë pak e lexojmë. Wa tilka al-amthalu nadribuha lin-nasi la'allahum yatafakkarun. Edhe këto janë shembuj, sa bukur thot Allahu xhanu. Këto janë shembuj që u asjellim njerëzve la'allahum yatafakkarun, që ata të mendojnë. Shkoni. E këtu është ajo poenta, edhe një përgjigje për islamofobat, ju i dini ato që lehen gjithë ditën na për TikTok dhe na për Facebook kundër islamit, kundër perandorisë osmane, na bojnë arab, na bojnë turko-arabe, ku e di çfarë na thuan. Ato zbesoj se janë më shqiptarë se ne, elhamdulillah. 300 hoxhollari ke veteran lufte në Kosovë, mbi 170 i ke dëshmorë, shahida, asnjë prift, asnjë pop, asnjë kish, hiç. Po elhamdulillah, lufta sot është kundër islamit është. Normal, ajo molla më mirë gjuhët. Ato kaltat nuk i duan askujt. Edhe tash, ushqimi më i mirë, molla më e mirë, dardha më e mirë, malli më i mirë në dynjë është Islami. Nuk flas vallahi gabi. Nuk e lavdëroj si hoxh, po e lavdëroj vetëm pse jam pak a shumë pak më i thelluar, normal që kemi kry këtë drejtim dhe merremi non stop me Islamin dhe me Kur'anin. Feja me rritjen më rapide, më të shpejt në dynjë është Islami. Flitet në Evropë për 50 vjet Islami do dale, inshallah taala, feja numër 1 në Evropë. Feja numër 1 në rang listën botërore. Mos flasë edhe në botë, inshallah, mbas 100 vjetë ndoshta. E këtë kanë frikë. Pse? Se për këtë Islam Allahu thotë kështu. Ky Islam është shumë i madh dhe shumë i rëndë, o i dashur vëlla. Mos e merr salamadi, mos e merr salamaz. Se këtë Islam sikur t'ja zbritësha kodrës. Allahu thotë direkt për Kur'anin. Lau anzalna hadha al-Qur'ana, sikur t'ja zbritëshim këtë Kur'an kodrës, ala jebelin, mbi kodrë, ta lishim mbi kodrë. Lëra'aytahu khashian, do ta shifshi të friksuan, mutasaddian min khashyatillah. Edhe do të qahej kodra nga frika e Allahut xhelle shanuhu wa xhelle xhelaluhu. Edhe jo rastisht Allahu xhelle shanuhu kur i përsëritën dashur vëllezër, kur i përsëritën ngjarjet, ato që thash në ngjarjen e Musës alayhis salam që ne mbritëm në pikën e 4, pikën e parë, të dytë dhe të tretë i spjeguam brenda 2-3 xhumajave. Prandaj thot në çdo tregim ka urtësi, mirë një urtësi. Për shembull, ato librat klasik që ne i kemi lexuar, elhamdulillah, kur i përshkruajnë pejgamberët, vetë kam pas rast. Për shembull, kur kam lexuar unë si student për historinë e Musait alayhis salam, jam kënaq. Ama vetëm jam kënaq. E kuptoni? Jam kënaq. Mësim nuk kam marrë aq sa duhet. Normal që atëherë nuk thelloheshim edhe deri në atë shkallë. Por historitë e pejgamberëve nuk janë për tu kënaq. Se kur kënaqesh, të vin xhumi ashtu. Historitë e pejgamberëve janë
për të ta qitë gjumin që mos flesh. Për këtë histori e pejgamberit. Me realizoj historinë e Muhamedit a.s. Një njëri për këtij xhamati ma merr mendja, nuk jam parashikues stakfirullah, se të ardhmen e di vetëm Allah. Por një njëri për këtij xhamati, jo 100%, por gati 70% mund ta ketë jetën njësoj si të pejgamberit a.s. Flas, mund t'i ketë vuajtje të njëjta. Po. E çfarë vuajtjesh që afroj vuajtjet e atij me të pejgamberit a.s. Mund t'i ketë deg baba që ishtë në familje, ashtu? Ka rast. Në Gostivar ka, fshatin tim ka, Tetov, gjithkun ka, mbot ka, shifni. I ka vdek baba. Edhe është rrit jetim. Muhamedi a.s. është rrit jetim, e dini, krejt e dini. Unë qëfar foli, unë di që shumicën e gjërave e dini, por ne tani reflektojmë, inspirohemi tani. Se Kurani thot fedhekir inne dhikra tanfa'ul mu'minin. O Muhammed, përkujtoje xhamatin tënd, se përkujtimi është dobi për besimtarët. Nëse Muhamedi a.s. është rrit jetim, edhe ti je rrit jetim. Si veproi Muhamedi a.s. si jetim, edhe a i barti traumat e jetimllëkut në të ardhmen, siç e bëjmë ne disa, nuk i kundërshtoj jetimat, mos ju lutem vetëm mos më keq kuptoni. Unë duhet ta përkrahaj sot një jetim. Ta mësoj se si të jetojë si jetim edhe si të reflektojë në të ardhmen. Domethënë, Muhamedi a.s. traumat e të qenit jetim nuk i barti në të ardhmen. Por çfarë bëri? Ai bëri siç thot Imam Shafiu. Dhimbjet e jetimllëkut i shndroi në gur e jetës i bani edhe ka përcej. Ki është Muhamedi a.s. E kupton? Çdo lot jetimi ta boje blok me cikël. Flasim si ka Gostivari. Tu edhe ta vendoje këmbën te hurdha ku mund të lagët. Lotin tjetër, një tull tjetër, lotin tjetër, një dhimbjen tjetër, një tull tjetër, edhe kështu ta kaloje jetën deri në moshën 18 vjeçare, edhe ai të bëti fort. Mos ta ndjej dhimbjen e së kaluarës. Të ndjesh dhimbjen e së kaluarës, ne aq libra nga psikologjia elhamdulillah lexoj. Nëse jeton me dhimbjen e së kaluarës, kjo quhet depresion, e dini? Nëse jeton me trishtimin e të ardhmes, kjo quhet stres. Si të shkoj nesër në punë, si të bëhet, a të ma për shefi robër, a të ish ushqej fëmijë. Dhe me thonë, Muhamedi a.s. nuk pati as depresion, i cili vjen si pasojë e mendimeve për të kaluarën, nuk pati edhe stres për të ardhmen, sepse ai kishte venduar gur dhe kishte ndërtuar një urë të fortë për të hes edhe për të shpëtuar umetin. Ju krejt mund thoni dikush, një pjesë e juja ndoshta, o gjo, mu na krahasoti Muhamedit, ai ish pejgamber. Unë të hapni për jetë tash. Muhamedi a.s. deri moshën 40 vjeçare s'ka qenë pejgamber. Ta dish. Deri moshën 40 vjeçare, do të thonë, edhe shkenca e vërteton. Produktiviteti, ne i themi nga fshati jonë dhe këndej, koha kur mund të shtojsh ma shumë në jetë, është deri 40 vjeç. Mos ndaj fillojnë ato, ju dini, krepa, sheqeri, vegeta, jo krejt paraqitën, ku do punojsh mos ndaj? Problem është. Pejgamberi Islam e ndërtoi personalitetin e tij deri moshën 40 vjeçare. Edhe pse Allahu e ruante, normal, po nuk do me thonë që Allahu neves në runë, stakfirullah. Krejtve Allahu në runë, deri moshën 40 vjeçare, a be non stop në runë. Nëse nuk e teproj, po e them mistikisht, në aspektin mistik. Allahu trumbe në kur bon gjinahe, o njeri. Ndoshtë se këmë dëgju asë njerë këtë muhabet. Edhe kur bon gjinahe trunë zoti, a që më shishëm që është. Alkohol pin trunë, zina bon trunë, momentin e zinas trunë. Nuk trunë të bëj zina kolej, së takë frullah, mos e keq kupto. Po të mban zemrën gjallë edhe shpejt, ro njeri, se ka mundësi të të quaj 100 kilometrë në ndveje. E din këtë? Trunë.
Zoti krejtve në runë, elhamdulillah. Edhe kur bëjmë mirë, edhe kur bëjmë keq. Se ajo është Allah, ajo është... E kjo është ajo që Allah unë e bënë Allah, se s'ka... A i s'ka ortak, s'ka shok. As kush këtë se dhe voje. Edhe Muhammed e l'Islam, as që ka rujt ato në runë edhe me ebe. A i e përdori këtë të qeni qëtim. Gjdo njëri që kalon në këtë periudhë, le ta lexoj histori e Muhammed Mustafa sallallahu alaihi wasallam. Le ta lexoj. Aman ma, mos ta prej sot, prej kësaj gjumaje. Mos ta lexoj ta zonë gjumi, se për gjumë ka hapa më të mira se historie pejgamberëve. Shko merr hapa gjumi dhe shoh. Pa shku të posh hapa të gjumi. Ta lexosh modzon e gjumi. Modzon e gjumi. Njeri, Allahu më të dashmin e vetë, shkoni sa interesant është. Trish dhe të reflektojsh, vallaj, shpesh më shkon mendja. Më të dashmin e vetë. Këtë shpesh unë e përmendi, them, Allahu emrin e vetë e ka bashku me emrin e Muhammed Mustafa sallallahu. Eshhedu an la ilaha illallah wa eshhedu anna Muhammeden abduhu wa rasuluhu. Kur hekëm shahadet, e madhërojmë Allahu edhe shprejmë respekt për Muhammed e Islam si pejgamber, ashtu. Këtë kemi ke shahadeti në gjumë kërë këndojmë e tehijatin, ashtu. Allahu emrin e ti ka bashku me emrin e Muhammed Mustafas namaz, bile namaz, jo vetëm thjesht në shahadet. E tani, këtë emër që këtë shumë e deshi i madhi Allah, e së përvoj mirë, e sa. A i hekri duhet digjet mirë, duhet të kaloje prej ngjyrës së kuqe në të verë, në të zezë, atë shumë që duhet ka ato kovaqet, e dini që punojnë me hekrin? Pse? Ma mirë punohet, dhe bëjsh thik, dhe bëjsh shpat, dhe bëjsh sëpat, dhe bëjsh kuediune, çfarë do e bëjsh? Allahu e kaliti Muhammed Mustafan që në barkë të nanës, para me tonë, në barkë nanës. Baram, ja 2 vjetë talinte, ta shifte Abdullah i babër. Thonë të babi, kur fillon fëmija të foljem, që në moshën 1 vjetë e gjysëm, 2 vjetë, kur fillon të flasën fëmijit. Thonë të babi, që a ipte këtë knasi, s'ja da. Shifte si është jeta. Kjo mesazh shumë i madh. Nuk e la. Pastaj, normal, i vdes baba, kur ai ishte në barkun e nanës në muajin e 7, pastaj lindë, nuk e sheh baba, e merr Abdul Mutalibi, e çonte Halimja me një fshat atje deri në moshën 4 vjeçare, thonë. Edhe me nanën mos jetë shumë, atje e çon, që ti trupi ti formohet më mirë, ti më i shëndetshëm, gjuha është më e pastër në fshat, andej këndej. Kur erte nana Emine, mbas 2 vjetëve nana Emine vendosi që kuj ta shohë varrin e burit të saj, Abdullahit, me thonë varrin e babës Muhammed a.s. Te varri ajo qanë shumë e minja, s'ka qenë smut, hiq interesant. Hiq e smut s'ka qenë. Afër Medinës, në vendin e quajtur Ebva. Atje te varri ajo qanë, Muhammed a.s. tashmo ishte shumë inteligjent, që ishte në moshën 6 vjeçare. E dini çfarë i ka thënë nënës vete? E shes ajo mbi varr qanë shumë, normal ka mbet nusje re vej, edhe gjali me ze ka rritur jetim, Muhammed Mustafa sallallahu alaihi wasallam. Edhe duke parë që nana qanë shumë mbi varr, atëherë ka thënë Muhammed sallam, në të kohë, në moshën 6 vjeçare, ne kemi fëmijë që në 6 vjeç s'din shkepet prej telefonit. Thot qaj nën e dashur qaj, se edhe mua zemra po më qanë, tani e kuptova se ku e ka mu më baba. Deri në 6 vjetë se ka ditë ku e ka baba. Si normal, se ka ditë që e ka dhe vdekët. Tani e kuptova se ku e ka mu më baba. Shkoni? Neve sot gjumi nuk në ze, nëse nuk ja plotësojmë fëmijës një dëshirë, atë ditë ta ka kërku, ti s'ke pas vakët ja plotësosh, nesër sabah me njerë. Gjallë, ha? Kje parasysh. Shkoni këto histori, nuk është vëllaj, nuk të rëgoj histori, se 6 faqe ders kam këto, për 6 gjumaja.
6 faqe. Sa dush material kemi, elhamdulillah. Por ndaluni çdo njëri prej nesh që historia e tij i ngjan me historinë e Muhammed Mustafas, le ta rilexoje prap historinë e Muhammed alayhis salam. Një jetim. Një njeri që normal mund ta kesh pas babën gjallë, por të hendikepuar, të paralizuar, është desh të ballafaqohet me jetën vet, me stuhit e kësaj jete të pamëshirshme që jetojmë tash, djali ka mbet i ri, pa krahun e babës. Si ti dale ball jetës? Mire, Abdul Mutalibi ka qenë gjysh shumë i mirë. Ebu Talibi ka qenë një minç shumë i mirë. Por, jo gjithë gjyshërit sot edhe mingjëllare që janë të mirë. Jo të gjithë. Mund të lënë jetimin mbalt. Allahu se le mbalt, por e le. Arrite, angre, stakfullah. Ka bo pare, ko di une, adaznohen. Përgdhelje e kokës së jetimit është sa qime floku të kap dora, aq gratë ke në xhenet inshallah në botën tjetër. Vetëm ta përgdhelish kokën e jetimit. Jo ta përkrahësh financiarisht kjo mo që vetëm me pallate xheneti paguhet, ma asgjë tjetër. Vetëm ta përgdhelish. Këtë na mëson historia e Muhammed Mustafa sallallahu alaihi wasallam. Këtë të reflektojmë edhe të marrim mësim. Pastaj, ajo periudha tjetër mos flasim, periudhë që vërtet një pejgamber që do bëhej pejgamber, deri në moshën 40 vjeçare, i gjithë gosivarit të thote i besueshmi, El Emini, ashtu i kanë thonë Muhamedit, ashtu, El Emini kanë thonë, i besueshmi. Atë ditë që u bë pejgamber, atë ditë që erri shpallja, ose edhe këtu të ne kemi njerëz që fatkeqësisht kanë problem me zemrën, e kanë atë smundje në zemër, duan të shohin poshtë, ditën kur fillon ty biznesi të ecje mirë, dyqani të ecje mirë, ndërmarrjet të ecje mirë, gurbetit të ecje mirë, të bën blok në WhatsApp. Si pëlqen përparimi yt? Po si pëlqen. Si pëlqen ngritja jote, po si pëlqen. Si pëlqen që ti marrësh frenat e jetës tënde në dorë vetë. Si pëlqen. Ai ka desh lavdrohet, një paqet me smaki ta jepene, selfie me gjithë jetimin, i kam ndihmu filanit i stakfullah, direkt në Facebook. Sot bëm aksion humanitar. A lotët e ati jetimit kanë të mallkojnë atë që ndihmon nëse ai e ke shpërdor në gjendjen edhe atë krenarinë asaj familje. Kanë të mallkojnë, jo të ndihmojnë, kanë të mallkojnë ato lotë që i qenë në televizor. Të dish, shumë ndjeshme o këtë çështje, shumë ndjeshme, shumë kujdes duhet, shumë kujdes. Shumë kujdes. Edhe pejgamberi alayhis salam deri në këtë moshë e dojshin të gjithë. Pastaj ti kur bosh pak ma ngritesh, normal. Njerëzit ashtu janë, nuk ju fajsoj edhe shumë njerëzit, interesant, se njeriu duhet punoje me veten e tij. Ne, siç thot pejgamberi alayhis salam, ne nuk do të bëhemi besimtar të mirë. La yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Këtë hadith e kemi mësuar ne qish në medrese kur ishim shkup. Ama e disa thjesht, mirëshim 5-4 tresha. E ne hiq se analizojshim. Mbas 50 vjetëve më shkon mendja çfarë thot pejgamberi alayhis salam. Krejt umetin, krejt qytetin, krejt xhamatin, e mëson, o njeri, ti be nuk do të bëhesh musliman i mirë, derisa të kënaqesh kur ta shohësh kujshin që ka pak më shumë se ti. E bane. Ha be fare. Unë s'kam lopa, më inshallah i sofën atë lopa. Bëne le të kip, do të vjerë pak qumë, do të ndihmoj s'ka. A be mos kjetë në ekstra. Nuk do të bëhesh besimtar i mirë, nuk do të bëhesh. Nëse pasuria e ti, mençuria e ti, vepra e ti, përparimi i ti, nëse nuk kënaqen ti, e rëndë është. Vëllai e rëndë është. Se tu kemi të bëjmë me nefsin tani. E dini? Nefsi.
Jo shpirti, nefsi. Çfarë nefsi? Në këtë rast, se nefsi ka disa kuptime, kemi të bëjmë me egon, kemi të bëjmë me krenarisën e ulim, ne, a me të shpikjam dorën në dhe, ori se ka gjithë Mercedes, oni me shko uroje. Bëni një dua, të rujë Allah, mu bëjë ndeshje, ka fëmi, ka familje, bëni një dua. Dua dhe bëni, qili telefon, jo me fotografi, urime, këtë një unë, mashallah. Qili telefon, ta gëzysh shtëpi, ta gëzysh. Bëni një dua, Allah të mbrojt nga syri i keq, nga gjelozia, zilije, kështu më ra. Muhammedin a.s. unë prandaj ndërlidhi non stop jetën ati me jetën e sotshme. Në momentin që Allahu ja dha shpalljen, prej asaj që i thojshin El Emin i besueshëm, tani e di çfarë filluan t'i thonin? Ismu, magjistar, epileptik, që andragi, që halucinacione, nuk o mirë, gënjeshtar, përmendo, nga besnik gënjeshtar, kjo nonsense, nuk ka kuptim kjo. Krejt të Muhamedi a.s. i përballoj. Krejt i përballoj. Interesant. E ky si kur ti ishte të i bartë, këtu është mësimi, krejt kësaj, nëse këtë e kupton, inshallah, ke dobi. Nëse ai do të bartë traumën e të qenit jetim, edhe do të binte në depresion. Se kjo atjet qonë, në depresion qonë, nëse i bartë, miresh non stop me të kaluar, non stop, me dështim, me të mato. Liba do të shqip përpara. Nëse do të mire i Muhamedi a.s. me të kaluarën, nuk mund t'i përballon të ardhmes. S'ka shansa. Nëse ti je i thyer emocionalisht, i dobët, je në ankth, fjala më e dobët ndikon negativisht të runin do. E dini? Fjala më e dobët, do njëri ka thonë këvon, mirë, mos ka shiku në sy, me njerë prekesh, se kjo është shenjë ankthi, shenjë ke pas problemet kaluar. Muhamedi sa me si parë, s'ka problem. Një njeri në Mekë, interesant, donte ta sprovoj Muhamedin a.s. Erdhi dhe kapi për fytin. Për gjibje, ja shtëngoj fytin. Edhe shokët i kish disa shokët i. Omeri radiallahu anhu sa i kish pranu islamin, i ri në islam, gati të bëjë hujum të shpëtoj Muhammedin islam. A e njeriu që e shtërmoj për fyti Muhammedin islam, me të një shfar i tha, ju familje Muhammedit jeni shumë të rëndë në këthimin e borgjit. Fjale rëndë është, flasë për ato burra atëherë, po edhe për shumë njerëz sot që e kanë ngajle borgjit. Muhammedin islam i kishte borgj, i ka pas borgj këtij personi. Amën, Afat kishte pas edhe 7 ditë ta kthejë borgjin. Ky personi vjen t'ja kërkuje borgjin 7 ditë para. Për ta fyer, për ta nënçmuar para mexhlisit. Një, edhe për të bëni test tjetër. Edhe kur u ngrit Omeri ta mbrojë Muhamedi sa, çfarë i tha Omer? Rrim vend, ulu aty ku je. Edhe ai e liroi prej qafës. Edhe i tha, o njeri, o filan, o fistek, po borgjin edhe 7 ditë kam afat për të kthyer. Unë se e di, e kam edhe të shkrume kemi dikundi. Se borgji do të shkruhet, e dini, krejt. Me Kur'an është, me ligj është, me krejt, me dëshmitar. I kishte krejt Muhamedi a.s. Borgjin për të kthyer kam edhe 7 ditë. Pse kështu veprove? Personi e dini çfarë bëri? Me njëre përqafoj Muhamedi islam. E dini pse përqafoj? Se i tha kështu, ja Resul Allah, o i dërguari Allah. Gjitha shenjat e pejgamberllëkut i kam parë te ti. Më kishte mbet edhe vetëm një shenjë ta vërtetoj. Çfarë shenjë? Të të shoh si reagon kur i dhnohesh. Këtu më burnia. Si reagon kur i dhnohesh. A këtë problem, si reagojmë kur i dhnohemi, krejt, dikush ma pak, dikush ma shumë, e kemi. Imagjinoni, s'kenën tënde imagjinohet, tash me njerë, mbas gjumoj e shkon për i shkafa atje. Edhe të vinë dikush, kafja full, direkt kapën për fytin. Ej, borgjë.
A i ta ullën burnin, ashtu. Problemi është e. Ose një boks, ose një shpu, ose ka pak përveshi, a me t'ka për hunda la ma keq. Në këtë moment si do reagosh? E këtu më burnia. Si që ka thonë pejgamberi Islam, a i në mëson shumë mirë. E sabru fi sadmetin ula. Durimi është në goditjen e parë, sefte, jo boks e parë. Mazallah, merë një lajmë të keq, mazallah, ku e di unë ndodhen, jetë o krejtë sprovat, papritura është, ne nuk e dim të arme. E tash, durimi është momentin e parë si të reagojsh. Mrapa ti mund bosh filozof, unë nuk dojsh, se unë e di fare, unë e ushtroj karate, Xbox, ajo është kitë muhabet mazdarke. Momentin e parë si të reagojsh. Kjo është çështje. Këtë në mësoj Muhammed Mustafa sallallahu alaihi wasallam. Si të Muhammed Islam reagoj me butësi, çfarë tha o njeri, po borgjin edhe 7 ditë dhe mduket se kam. Se Omeri mund që prit të kokën me njerë. Shpatat të kret me veti, i kemë pas normal. Vetëm një shenjë të jep të Muhammed Islam, mjaftonte. Nuk e bëri. Që në mëson se ky njeri, jo njëherë, por çdo vit ne si musliman, ka 2-3 herë duhet të lexojmë në detaje histori dhe biografi e Muhammedit alayhi salatu wasallam. Pjesa, dashur vëllezër, që mu më bën përshtypje jashtëzakonisht që ne vallahi, aq jemi dobët jemi. Allahu na forcoft gjithë inshallah. Pjesa më e dhimbshme e jetës së tij, mos flas për Taifin. Si ka shku në Taif, si e kanë re, kanë gurzu, gjaki ka re, mos flas për Uhudin, dhambët që në thije, është e sakatu, është më ratë. Flas për jetën familjare. Jo dini shumë mirë, ka pas 4 vajza edhe 3 djemë momentis. 7 fëmijë. Fëmijë të 3 i kanë vdek, këto djemt i kanë vdek të vegjël, vajzat kanë jetuar derisa janë martuar, por edhe ato i kanë vdek. Shkoni. Lind jetim, rritët jetim në Mekë. Arrin 40 vjeçar, mosha edhe i vin shpallje. Edhe me njëherë, kjo është për të analizuar vallahi psikologjikisht. Kur Allahu, të dini, kjo është para përgatitje për ne, për baballarët e ri që janë prezent, gurbeqarët e kretë. Kur ti fillon të forcohesh, ajo doza e sprovës, volumi, e lishon pak Allahu që të dish. La yukellifullahu nafsan illa wusaha. Allahu nuk e ngarkon njeri për te sa që mund bëjë, mos haro. Se ngarkon. Ti kur forcohesh, doza e sprovës rritet. Kur Muhammed al-Islam u forcu, moshën 40 vjeçare, ishi martuar, normal, me Hatixhe, filluan t'i vdesin fëmijët. Vajzat. Vajzën e parë e varosi me dorët e vetë. E shti unë ba. Vajzën e dytë, vajzën e tretë. Vetëm Fatimja jetoj mbas vdekjes së Muhamedit. Pastaj, filluan nuk jetojshin djem të vegjël. Historia islame dashur vëllezër, vetëm rastin me Ibrahimin e vogël, 2-3 vjeçar, ai ka filluar të folje, t'i goditje fjalët. Ai atëherë ka vdek në atë moshë. E ka mbajt në dorë dhe ka qaj shumë pejgamberit sa, për atë. Ka thonë, ja Resulallah, edhe ti qa? Ka thonë, qaj se zemra më qa. Sunë më shef, zemra qa. Ka thonë, Muhammed al-Islam dashur vëllezër si mesazh i fundit, na mëson kështu. Për ati mund ta marrim Muhammedin si njeri, i thjesht, edhe Muhammedin si pejgamber. Për sprovat tona, të jetës tonë, lexoje Muhammedin al-Islam si njeri, për sprovat në fe, në islam, në komunikimin islam, në predikimin, në luftën tënde në familje, pse nuk falem, pse nuk lutën krejt, shife Muhammedin al-Islam si pejgamber. Allahu na fal të gjithëve ya Rabbel Alamin. Allahu na mëshiroft ne dhe familjet tona inshallah, i shëroft të smurët tanë, i uzov gjithë besimtarët dhe besimtarët inshallah, i shëroft gjithë ata që kanë probleme me shëndetin ya Rabbel Alamin. I bof makfiret të vdekurit tanë, dhe frima jo dhe fjale jo në fundit në këtë dinjo qoftë la ilaha illallah Muhammedu Rasulullah walillahi l-Fatiha. Dashur vëllezër, unë me padurime prita që të dalë nga botimi një libër të cilin e kam shkruar, e kam përgatitur
2 vjet po unë, libri është i imi, autori i librit, janë derset më të spikatura që i kam mbajtur në këtë vend, i kam përmbledhur në libër. Normal fjalët që thuhen harohen, libri është një dokument që asnjëherë nuk harrohet edhe mbetet. Uroj që kush është interesuar ta blej, librin e keni jashtë që mbas xhumaje. Çmimin e ka solid, nuk është edhe aq i lartë. Edhe uroj që të keni dobi të gjithë inshallah. Allahu na shpërblet të gjithëve për çdo gjem që do lexoni edhe për çdo vepër që do e bëni në emër të këtij